Garda e Republikës nuk do të shkrihet. Ky është kompromisi i arritur mes qeverisë dhe deputetëve të LSI-së, të cilët shfaqën pa kënaqësi në lidhje me këtë pjesë të ligjit të ri për policin. Kreu i Komisionit të Sigurisë Spartak Brahos sqaroi se projekt ligjit janë bërë disa përmirësime që prekin jo vetëm Gardën, por edhe Byron e Hetimit dhe tashmë të gjithë palët kanë rënë dakord. Garda do ndryshojë vetëm emrin, por nuk do të shkrihet, do të jetë një strukturë që do të kryejë po këto funksione që kryen sot, kurse Byroja e Hetimit është përmirësuar dhe goxha me merakun për ta përmirësuar. Ju keni dhënë një çikë peshë me sa duket edhe në të bërtitura që bëj unë atje në komision, por gjërat zgjidhen. Shurtimi i ligjit për policinë e shtetit në komisionet parlamentare u shoqërua me debate në lidhje me Gardën dhe Byron Kombëtare të Hetimit, situatë e cila u zgjidh pas takimeve që kryeministri Rama zhvilloi me deputetët e Komisionit të Ligjeve dhe Sigurisë. Ndërkaq, Komisioni i Sigurisë rrëzoi edhe dekretin e presidentit që ktheu për rishqyrtim ligjin për autoritetet dhe pushtetet në forcat e armatosura.